Ky është një ndër problemet që tje partia pak më përmend nga zoti Fyrik Bashi, si një nga çështjet shumë të rëndësishme që duhet trajtohet në kuadrin e reformës zgjedhore. Pra, rikthimi tek koalicionet parazgjedhore, ku çdo subjekt, çdo parti politike antare një koalicioni të garojë me listën e saj të kandidatë. Gjë që u hoq nga kodri zgjedhor si mundësi pas ndryshimeve që u bën në kushtetutën e vendit në korrekt 2020-s, e cila ndryshimet e cilat përcaktuan që ka vetëm 2 subjekte që kanë të drejtë të paraqesin kandidat, dhe këta subjekte janë parti politike dhe qytetarë. Në ndryshim nga ajo që ishte më përpara, e shkruhet në kushtetutë në këtë dispozit, ku krahas këtyre 2 subjekt që paraqiste lista kandidatësh ishte edhe koalicioni. Ndërkohë heqja e kësaj, ndryshimi i kësaj dispozite kushtetuese bëri që për të reflektuar ose u reflektua në kodrin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë në korrik të 2020-s, me pamundësinë e hyrjes në garë zgjedhore me koalicionet para zgjedhore. Po, u bëj një marifet për mua, ku të përprapë në kodrin zgjedhor termin koalicion, por jo në këtë kuptim, në ashtu siç e kërkonte opozita dhe po e rikërkon tashmë opozita. Koalicion ku disa parti politike të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor, mund të bëhen bashkë, të garojnë me një listë kandidatësh dhe me një sikël të përbashkët të tyre. Por, për gjitha marrëdhëniet midis këtij grupimi dhe administratës zgjedhore, i realizohen vetëm përmjet një partie që konsiderohet partia udhëheqëse e koalicionit. Gjë që bën që partitë pjesëtare të koalicionit të humbasin siklin. Ato hyjnë në garë pas siklit. Që kërkon partia ose rikërkon Partia Demokratike nëpërmjet zotit Bert që të rivendoset një gjë e tillë. Gjë që për mua është pothuajse afër zerës, pranuar nga Partia Socialiste, nga mazhoranca.